Një grup shkencëtarësh realizoi një orë e cila lëvizte në bazë të disa faktorëve që lidhen me afërsinë e një lufte të tretë botërore, rrezikun bërthamor, ndikimin klimatik nga dora e njeriut, ngrohjen globale, teknologjinë që po ndikon tek njerëzimi, quhet ora e ditës së Kiametit dhe jemi aq afër mesnatës, mesnata nuk kupton që erdhi edhe dita e Kiametit apo e Qamet. Dhe jemi aq afër sa miliarderët kanë nisur të ndërtojnë bunkera për ditën për apokalipsin. Dhe apokalipsi nuk është thjesht një shpërthim atomik apo bërthamor, por lidhet edhe me teknologjinë, sepse tashmë me inteligjencën artificiale, në fakt, njerëzimi rrezikohet po aq shumë. Për cilët janë miliarderët, të cilët kanë siguruar veten e tyre duke ndërtuar bunker? Mark Zuckerberg ka ndërtuar një bunker në Kula Orange, në Kauai, të Hawait, që kushton $270 milion dhe është një bunker nëntoksor me madhësinë e një fushe basketbollit të NBA-s. Normalisht, ajo ka sistemin e energjisë, ka të siguruar të gjitha burimet e nevojshme ushqimore për ditën që do i duhet Mark Zuckerberg të jetojë aty në tokë në Hawaii. Sam Altman, që është themeluesi i OpenAI, i pikërisht asaj që i freksohet edhe vetë, po përgatitet për mbijetesë aq shumë sa në shtëpinë e tij që mendohet se ka bunker, ban maska kundër gazit, ban pra pllaka floriri, se ku i dihet, armë zjarri, dhe gjithashtu ka një plan rezervë se do të shkojë të jetojë me Peter Thiel në Zelandën e Re në rast se një shkatërrimi bote. Pra, apokalipsi. Kush është Peter Thiel? Ai është bashkëthemeluesi i Facebook, i cili është duke ndërtuar gjithashtu bunkerin e tij në Zelandën e Re. Dhe ai friksohet në fakt pikërisht apokalipsit edhe po i largohet rrezikut bërthamor, luftës tretë botërore, inteligjencës artificiale, just in case, thjesht në rast se ku i dihet.